numër të konsiderueshëm në Tiranë, kur vetë shqiptarët e Shqipërisë mund ta bëjnë atë nëse ata vërtet e vlerësojnë shumica. Ne kemi edhe në Kosovë pak kënaqësi të ndryshme, kemi Maqedoni. E tha dhe përmendi protestën. Nderumi edhe shumë respektuemi komandantin Asimi. E po të protestën studentore që përfundojmë në ditë Shqipërinë për ligjin. A është interes nacional, a është interes kombëtar? Pse nuk u bashkuan shqiptarët atje? Pse sot që po bashkohen tani? Po, shiqur që po bashkohen ndaj vetit, sepse kjo është problemi. Bashkimi duhet të jetë në momentin e duhur kur mbrohen interesat nacionale kombëtare të shqiptarëve, kur kemi padrejti ndaj kombit si komunitet dhe jo ndoshta ndonjë veprim apo gabim politik, të cilin mund ta zgjedhin qytetarët e Shqipërisë me drejt vote, me revolta, me protesta, po ata që i kanë zgjedh, le t'i heqin dhe t'i binë ata duhurit. Po, ne nuk po bashkohemi interesat kombëtare nacionale. Nuk po bashkohemi sot kur po ndrohen emra të emërtimet në gjuhën shqipe në Tetov dhe quhet tetovari prej Tetovë shkon proteston në Shqipëri. Dhe quhem ne të Kosovës se 2 vite vujm për mos institucione stabile dhe dojmë me shku me kriju dhe mos stabilitet në Shqipëri për çka që thjesht i bindun, nëse mediat kanë me shku me intervistu këta protestues nga Kosova dhe nga vizë të tjera shqiptare, jo të Shqipërisë, sepse ata me të drejtë e din halli diçka. Të garantoj që një pjesë e madhe nuk i din kërkesat e protestuesve, nuk e din për cilin vend po bëhet fjalë dhe nuk e kanë një origjë në pjesë që vjen ai vend që po protestojnë këta.